du me të thonë diçka. Çka thu ti, me të thonë në ty qëta është ti, që unë kam para vetës diçka që nuk është i kryum. Unë kam para vetës diçka që nuk është i kryum. E ke pa njerëzit që është ngasin mas qabës, e kryume. Qabja është e kryume. Guri zi, i kryum. Ata krijesa që ngasin këtë të guri zi, ata njerëz, këtë kryum. Ai që ruan, i kryum. Këtë, maqamu Ibrahim, i kryum. Gjithaj ngutia të krijes, e kryume. Rasulullah a.s. i kryum. Krijes. Unë kam para vetës diçka që nuk është i kryum. Nuk është i kryum. Ajo është fjala Allahu azza wa jall. Do më thënë, lapsi i cili e ka shkru, fleta në të cilën është shkru, ngjyra me të cilën është shkru, janë të krijume. Ajeti është fjala Allahut azza wa jall e pa krijume. Do më thënë, hak fjala Allahut azza wa jall, nuk është e krijume, është hak fjala Allahut azza wa jall. E kjo mjafton për musliman. Kjo mjafton. Do më thënë, me të mundsu Allahu azza wa jall, me lezu fjalën e tina të pa krijume. Do më thënë, është fjala Allahut azza wa jall. Përmerresh. Do më thënë, nuk e ka kriju Allahu azza wa jall, është fjala Allahut azza wa jall, është shkru me ngjyrën e cila është e krijume, me dorën e cila është e krijume, me krejt fletat cilat janë krijume, gjithçka. Ajeti është thania Allahut azza wa jall e pa krijume. Ajo që ka lexon ti, ajo është e pa krijume, është thania Allahut azza wa jall. E nuk e di çka ka mundësi me pas diçka më me vlerë në dorë ky insan. E nuk e di çka ka mundësi më me vlerë me lexu ky insan. E nuk e di çka vlerëson ky insan nëse se vlerëson këtë libër. Nëse nuk e jap hakin këtij libri, ku ne jap hakin? Nëse e sheh veten që librit të Allahut azza wa jall, fjalës të Allahut azza wa jall s'pia jap hakin, atëherë qysh mendon ti që ti prej atyne që jap hakin dikujt? Kurani o musliman është ditën e gjykimit, është me ty. Thot Allahu azza wa jall, yawma yafirru mar'u min akhi, ditën kur njeri ka me ik pe vllaut vet. Wa ummihi wa abihi, edhe pe nanës edhe babës vet. Wa sahibatihi wa bani, edhe pe gruas edhe pe fëmijët vet ka me ik. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, secila ditë ka me taku çështja vet. Thot Allahu azza wa jall, wa tara an-nasa sukara, isha njerëzit si me kanë të pit, të hum, shtangon. Wa ma hum bisukara, nuk janë të pim, walakin adhab Allahi shadid, dënimi Allahut azza wa jall është shumë i madh. Nuk janë të pit, janë shtang për asaj që kanë pa. A ditë është libri Allahut azza wa jall me ty, ose ka me kanë dëshmitar për ty, ose ka me kanë dëshmitar kundër teje. I lumi ai për veti i cili del para Allahut azza wa jall, e argumente ka fjalën e Allahut azza wa jall. E shumë keq për ata i cilit i thuhet bir argumentet e tua e nuk e qet asnjë fjalë të Allahut azza wa jall si argument. Ky libër musliman, këto fjalë të Allahut azza wa jall e nderojnë insanin gjithmonë. Në dunja është i privilegjuar, thot Muhamedi alayhi salam, le t'ju prin juve si imam ai që njeh më mirë librin e Allahut azza wa jall. Në mejlis është i nderuar. Më i miri për juve është ai që mëson Kur'anin dhe ai që mëson tjerëve, ka thënë Rasuli alayhi salam. E çuditshme është që nëse janë shumë gjenaze me një vend, privilegjuat ai i cili e ka ditë Kur'anin më shumë në mesin e gjenazeve. Nuk ka më fare fes, ka kur gja. Privilegjuat ai që ka njoft Kur'anin më mirë. Ai privilegjuat, afrohet ka imami. Kjo është privilegja aty. Nuk ka privilegja aty me dhon bakshisht e me qit më shumë kurora, këto janë dalalete. Ose me ja lezu më shumë dosure, këto janë dalalete këto. Domthon ka vdek një imam i lezu më shumë sure se kjo ka një imam, jo kështu. Privilegjohet në atë kuptimin, afrohet ka imami i cili afal namazin e xhenazës. Kjo është privilegj e madhe. Në dunja, këndërim, e lere ma në ahiret,
Thot Muhamedi alayhi salam i thuhet atina i cili ka lexuar Kur'an, lexo edhe lexo çysh e kanë të lexuar në dunja dhe në gjithë. Në gjithë në për shkallë xhenetit, në për darajat xhenetit, në lartësitë e xhenetit subhanahu wa taala. Por fond pe ka dhënë një hadith që nuk di çka mund të më një veshje muslimanëve më mirë. Thot Muhamedi alayhi salam ka për njerëzve që janë familjarë të Allahut azza wa jall. Thot Muhamedi alayhi salam familja e Kuranit. Çka kuptove me familjen e Kuranit? Çata që e kuptove çka do të thonë familja e Kuranit, do të thonë ata që rnojnë me librin e Allahut azza wa jall, e kanë gjithmonë pranë vetes. E dojnë librin e Allahut azza wa jall, nuk ndahen. Jetojnë me ta, e marrin me vete, e lexojnë kudo që të janë. Këta janë familja e Kuranit, punojnë me ta. O kështu kuptohet, thot Muhamedi alayhi salam, ata që janë familja e Kuranit, ata janë familja e Allahut azza wa jall. E shef çfarë vlerë të madhe ka ky libër o musliman. Allahu azza wa jall na bëf për atyre që kemi zemrat tona librin e Allahut azza wa jall, nuk e ndrojmë me kurrë të mirave të dunjas, e lutem Allahun azza wa jall na bëf për muslimanëve të mirë.